Përshëndetje hoxh, am pranohen lutjet nëse lutem në iftar edhe nëse nuk e fali akshamin? Përshëndetje. Profeti alayhis salam pra na tregon hadith se 3 lutje nuk refuzohen. Dhe një ndërto, lutja e agjëruesit në momentin kur e çel iftarin. Kështu që në atë moment, pra e shfrytëzon me lutja agjëruesi dhe ti ke agjëru. Momentin që çel iftarin. Kështu që lutë Zotin e qetësisë. E për sa i përket namazit, namazi është një adhurim tjetër. Agjërimi është një adhurim, namazi është një adhurim tjetër. Agjërimi i muajit Ramazanit është një shtyllë e Islamit. Nëse e kryen, ke kryer një shtyllë të Islamit. Namazi është një shtyllë tjetër e Islamit. Nëse e kryen, ke kryer shtyllën e dytë të Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Dhe unë të këshilloj që me e fal namazin. A pranohen lutjet? Pranohen inshallah, por unë të këshilloj me e fal namazin. Shtylla e dytë e Islamit. Puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Allahu i rujt.